Kryeministri në detyrë dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka nisur të mërkurën diskutimet për formimin e qeverisë së re. Në zyrat e kryeministrisë ai takoi kryetaren e Partisë së Re Demokratike Emilia Rexhepi dhe kryetarin e Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë Nenad Rashiq, që të dy ishin partner të Kurtit në ekzekutiv. Rexhepi si zëvendës kryeministre e Rashiqi si ministër për komunitete dhe kthem. Pas takimit me kryetaren e partisë nga komuniteti bosnjak, zyra e kryeministrit të njoftoi për konfirmimin e përkrahjes së saj për lëvizjen vetëvendosje. Ajo e konfirmoi gatishmërinë e plotë për vazhdim të bashkëpunimit me lëvizjen vetëvendosje si fituese e zgjedhjeve të fundit dhe mbështetjes së kryeministrit Kurti në formimin e qeverisë së re. Mbështetjen ndaj Kurtit sipas njoftimit të kryeministrisë e ka konfirmuar edhe ministri në detyrë Nenad Rashiq. Por takimet e tilla konsultative në hapësirat e ekzekutivit janë kritikuar nga Instituti Demokratik i Kosovës. Ulëmtuesi Eugen Cakolli ka thënë se veprimet e tilla nuk duhet të normalizohen. Kjo nuk është çështje teknike, por një praktikë që zbe kufirin mes shtetit dhe partisë, dhe që tregon shumë për mënyrën si konceptohet pushteti. Një subjekt politik që synon të qeverisë vendin duhet të tregojë standarde më të larta, jo të shfrytëzojë hapësirat e shtetit për interesa të veta. Prandaj takimet konsultative për formimin e qeverisë duhet të mbahen në seli partie ose në ambiente neutrale, e kurse në zyrat publike që u përkasin të gjithë qytetarëve. Ndërkaq në vetëvendosje arsyetuan veprimin e Kurtit. Kryeministri Kurti po i mban takimet në zyrën e tij në kryeministri në ndërtesën e qeverisë sepse aty punon, edhe mysaferët po ashtu po e preferojnë qeverinë. Presidentja Vjosa Osmani një ditë më parë ka caktuar 15 prillin si datë për mbajtjen e mbledhjes konstituive të kuvendit. E të mërkurën, ai u shpreh e bindur se deputetët e rinj do të angazhohen që kjo seancë të jetë e suksesshme. Është me rëndësi për qytetarët e Kosovës, por ju po i shihni zhvillimet gjeopolitike, nuk është që globi na pret neve, kështu që është me rëndësi që sa më parë që të jetë mundur, por gjithsesi brenda afateve kushtetuese, të kemi qeverinë e Republikës, së pari konstituimin e kuvendit, që është hapi i parë, dhe pastaj qeverinë e Republikës së Kosovës. Lëvizja vetëvendosje nga zgjedhjet e 9 shkurtit ka siguruar 48 ulse në kuvend. Ky numër i deputetëve është i pamjaftueshëm për ta votuar qeverinë pasi nevojitën së paku 61 vota.